Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për pjatë të parë të përgatisni role të kripur me topsa. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona, ju nevojiten këto prodhime: 200 gram salam, 200 gram kajmak, 2 lugë suzam, 4 speca jeshile, 150 gram kashkavall, 3 lugë shtalp, 1 kg spinaq, 5 vezë, 5 lugë miell, 1 pako aditiv për brum, 150 ml majonezë, vaj, krip dhe piperizi. Koha e nevojshme për përgatitjen e këtij specialiteti është 70 minuta, duke mos llogaritur kohën e ftohjes. Vezët i thyem dhe i ndajmë të bardhat nga të verdhat. I vëmë në dy enë të ndara. Mbi të bardhat e vezës hedhim krip. I rrahim me mikser. Në tenxherën me ujë të valuar në zjarr, vëmë spinaqin e pastruar dhe të larë për kaurdisje. Sallamin e presim në kube. Në anën e shpesh të rendes, në një enë të thellë grim kaçkavallin. Specave u alargojmë bishtat dhe farat i presim në kube të vegjël. Specat e prera i shtojmë në enën me kaçkavall. Në enë shtojmë shtalpën. Përziejmë me lugë. Në enë shtojmë edhe një lugë kajmak. Përziejmë. Spinaqin e kaurdisur me lugësitë nxjerrim nga tenxherja dhe vëmë në kullojs mbi një enë. Spinaqin e shtypim me lugë për ta kulluar dhe lëm të ftohet. Të bardhat e vezës i rrahim përsëri me mikser. Në enë shtojmë edhe të verdhat. Pasi i bashkohet masa, fikim mikserin. Në enë shtojmë kajmakun e mbetur. I rrahim me mikser. Aditivin për brume shtojmë në enën me miell. Pastaj, edhe miellin e shtojmë në enën e thellë. Përziejmë me lugë. Tavën e mbulojmë me letër. E derdim brumin në tavë. Rrafshojmë sipërfaqen e brumit. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 15 minuta në temperaturë 200 gradë. Tavën e nxjerrim nga furra. Petën e vëmë mbi një leckë të lagur. I alargojmë letrën.
Petën e mbuloj me leckë. Me duar shtypim leckën për të lagur petën. Petën së bashku me leckën e mbështellim në formë roleje. Ndërkohë vazhdojmë me përgatitjen e topsave. Sallamin me shtalpën dhe kajmakun i përzijmë në një enë të thellë. Shtojmë suzamin. Përzijmë me lugë. Kajmakun e mbetur e shtojmë në enë. Përzijmë me lugë. Grim majdanozin. Edhe majdanozin e grirë e shtojmë në enë. Përzijmë me lugë. Në enën me kashkavallin, specat dhe shtalpën, shtojmë spinaqin e kulluar. Përzijmë me lugë. Nga masa me salam, shtalp dhe kajmak, të nxjerrë nga frigoriferi, me duar të lagura formojmë topsat. Petën e shpalosim nga lecka e kuzhinës. Sipër petës, vëmë përmbajtjen me spinaq. Sipër tij rendisim topsat me sallam. Vëmë edhe përmbajtjen e mbetur me spinaq. E mbështjellim në formë roleje. Rolen e lyejmë me majonezë. Me ndihmë të letrës rafshojmë majonezën. Sipër majonezës hedhim parmezan. Me thik rafshojmë parmezanin. Sipër roles hedhim susam. Rolen e vëmë në frigorifer për t'u shtrënguar. Pjatën për servirje e zbukurojmë me vija me ketchup në formë rrethi. Rolen e presim në copë. Copët e rolesë shëllirt me topza i rendisim në formë rrethi në pjatën për servirje. Mesin e pjatës e zbukurojmë edhe kopri. Në skajet e pjatës dhe njëherë zbukurojmë me ketchup. Me këtë pjatë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Riesling, me aromë frutash dhe freski karakteristike dhe me një finish të gjatë dhe të thatë. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Ju bëftë mirë.